vetëm rrugët e Londrës, Berlinit, Brukselit, Stuttgartit, Shkupit, New Yorkut, Prishtinës dhe Tetovës, u veshën kushezi nga festa e miliona shqiptarëve në mbar botën. Mjaftoi një gol për të harruar ndasit, partitë dhe politikën, mjaftoi një gol për të harruar rivalitetin Rama Kurti, Berisha Haradinaj Ali Mehmeti e Thaçi, mjaftoi një gol për të harruar thirrjet dhe për të bojkotuar Bregdetin dhe plazhet shqiptare. Mjaftoi një gol për të përfaqësuar aktivistët e vetvendosjes, ushtarët e UÇK-s, apo demokratët me socialistët. Mjaftoi një gol për të treguar se nuk kemi 4 milion banor me pasaportë shqiptare, por 20 milion me kombësi etnike kuqezi. Mjaftoi një gol për të hequr kufirin mes nesh. Në fakt, goli i dieshëm nuk ishte thjesht një fitore kundër Serbisë, por një rizgjim i patriotizmit. Dje shkuan 2 miliona euro të agjenturave që përpiqen të kultivojnë idenë e kombit kosovar. Dje Shqiponja me dy duar e Rei Manajt nuk ishte simbol provokimi, por thirrje bashkimi. Shqiptari nga Lushnja i kujtoi gjithë Kosovës se ajo është zemra e Shqipërisë. Shqiponja me dy duar vulosi në sytë e gjithë botës se jemi një komb, një gjuhë, një flamur. Duhej një gol për të kuptuar se dëshira për një Shqipëri të bashkuar nuk është iluzion, por realitet dhe çështje kohe. Duhej një gol për të kuptuar sa shumë na kanë ndarë dhe ftohur me njëri tjetrin politika. Ai gol nuk ishte thjesht një bilet për në botërorën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por preludi një lëvizje kombëtare që shpall se çdo shqiptar kudo jashtë kufive duhet të ketë një pasaportë kuqezi, në parimin, një komb, një pasaportë. Dje miliona shqiptarë u derdhën në qytetet e Europës me flamurin kuqezi në duar. Ata mund të kenë disa pasaporta në xhep, por 80% e tyre ende nuk kanë pasaportën e shtetit tanë, Shqipërisë. Ndoshta duhej një gol për të kuptuar sa shumë e duam atë kombin dhe Shqipërinë. Ky shkrim është realizuar nga Kreshnik Spahiu,